Shikoj ndërua, mi mrama mirë se erdhët në emisionin Një jeta në Kosovë. Presidentin e ri e kemi zgjedhur, gazlët sjellës nuk u vend, nuk ka. Opozita ka nis me u përqa. Rektori i ri po thot që është nder për UP-n me ligjeru edhe kryeministri Mustafa. Liberalizimin po thonë si afër e kemi, por ne sonte do të flasim për aspektin e sigurisë në Kosovë dhe për zgjedhjet serbe në Kosovë. Çdo javë nga një zyrtar serb në Kosovë. Para 2 javë në pjesën veriore të vendit ishte kryeministri serb Aleksandar Vučić, javën e kaluar në Graçanic ishte ministri i tij Ivica Dačić. Këtë javë nuk e dim sakt se kush do të vije, mirë po një gjë është e sigurt. Shefi të radikalëve, Vojislav Šešelj, ju kishte ndaluar vizita në Kosovë. A do të ketë apo jo zgjedhje të Serbisë në Kosovë? A do të grumbullohen kutit apo do të ketë votime për një mend? Për të diskutuar me mua sonte për këto tema kam ftuar deputet të Parlamentit të Kosovës e këta janë. Nenad Drashić, deputet nga Partia Progresive Serbe, që është pjesë e grupit parlamentar të listës serbe. Ganimete Musliu, deputete nga Partia Demokratike e Kosovës. Arben Gashi, deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Ilir Deta, deputet nga Lëvizja Vetëvendosje. Mirë se erdhët. Atëherë, shikues nderuar, po ashtu sonde do të ndeshni një intervistë në fund të këtij emisioni që e ka dhënë për herë të parë auditori i zgjedhur, i sapo zgjedhur në fakt Besnik Osmani. Cilat janë prioritetet e tij me të marrë detyrën? A do të auditoj financat e partive politike zyra auditorit? Çka thot ai për ndërmarrjet publike në Kosovë? Për këto pak më vonë. Por të kthehemi temës së sondme, të ndjekim në pika të shkurtra deklaratat e zyrtarëve serb për Trepçën, për dialogun në Bruksel, për UNESCO-n, për zgjedhjet serbe në Kosovë e për gjykatën speciale. Ta ndjekim. Trepča je, rekao bih, kičma opstanka našeg naroda na severu Kosova i onoliko koliko god vlada Srbije može, mi ćemo da pomognemo. Znate da je odbijen prvi pokušaj ili prvi napad na Trepču kada su želeli da to predstave kao svoju svojinu, a onda smo, naravno poštujući uvek i ljude iz Trepče koji su želi da razgovaraju o strategiji i o razvoju Trepče, pa su razgovarali sa svima, ali ono čega se pomalo pribojavamo jeste njihov pokušaj u narednom periodu da donesu poseban zakon kojim bi Trepču pretvorili u javnu svojinu takozvane Republike Kosovo i ono što je naš posao i što sam došao u Trepču da kažem, to je da ćemo mi da insistiramo u Briselu, ne vređajući nikoga, ne izgovarajući prevelike reči, jer od tih prevelikih reči videli smo kako su se stvari u prošlosti odigravale. Najveći privredni kolektiv na severu Kosova jeste Trepča. Trepču se zna i ko je stvarao, i ko je gradio, i ko je u njoj radio, i ko je danas radi, i mi ćemo zajedno sa rukovodstvom Trepče kao vlada Srbije sačuvati Trepču, gledat ćemo da uložimo u Trepču i u jalovište novo koje vam je potrebno, ponašat ćemo se prema Trepči kao i prema svim drugim privrednim subjektima u centralnoj Srbiji. Kao što znate, ja sam mnogo puta za vreme svog mandata posećivao Kosovo i Metohiju. Sada sam na funkciji i dok sam bio premijer i dok sam bio ministar unutrašnjih poslova. Danas sam ovde zato što se bavim jednom temom koja je za našu državu, za naš narod, za našu crkvu od vitalnog značaja, a to je UNESCO. I danas sam posetio crkve, naše kulturne vrednosti, naše svetinje koje se nalaze pod zaštitom UNESCO. Mi, kao što znate, mi smo ostvarili veliku pobedu UNESCO time što smo sprečili da još jedan jednostrani potez Kosova, koji je bez ikakvog dogovora sa nama pokušao da postane punopravni član UNESCO. Da li će biti srpskih izbora u teritoriju Kosova? Biće izbora, pa biće u skladu sa onim što smo se dogovarali u Briselu, na isti način kako je to bilo organizovano i prošloga puta, čini mi se, uz pomoć OEBS.
Edita Tahiri kaže da je to nemoguće. Ona je to rekla. Ona to je. Pa dobro, evo, dođite da gledate izbor. Međunarodna zajednica je odgovorila na naš zahtev da kada je bila rasprava o tome hoće li se pokretati istraga o trgovini organima i drugim zločinima na Kosovo, odgovorila je tako što je formiran specijalni sud i mi očekujemo da on radi objektivno, odnosno da očekujemo da zločini protiv Srba budu procesuirani. Sve drugo bi bio poraz međunarodne pravde, što naravno ne bi bilo prvi put. Zona Musliu, po e filloj me juve dëgjum dy zyrtarët më të lartë të shtetit Serbisë, kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme, të cilët janë në fushatë zgjedhore në Serbi, mirë, po fushatën e tillë ka bartur edhe në Kosovë deklarata mjaft të mëdha politike. Ju jeni deputete e Partisë Demokratike, partia që ka numrin më të madh të deputetëve në parlament. Cili është vlerësimi juaj sa i përket këtyre deklaratave? Thamë të drejtën, i kam dëgjuar edhe më herë dhe i dëgjova edhe tash me shumë vëmendje deklaratat e liderëve të Serbisë. E thatë shumë mirë, është fushatë zgjedhore dhe për me qenë sinqert, në fushatat zgjedhore dime dhe në Kosovë me konë kanë herë këgja shumë patriota dhe të përdorëm një fjallor të tillë që për mendimin tim është fjallor ma shumë arrogant, kisha me thonë se sa një fjallor përfaqësues i liderëve të një shteti i cili prosperon të jetë pjesë e Bashkimit Kur ju keni përdorur fjallor arrogant për shkak se politikane? Tash unë nuk kam marrë me fol për veti, a kupton fola në kontekstin e fushatës dhe fjallorit të fushatës zgjedhore. Edhe ju e përdorni në fushatë si fjallor. Nuk thash unë e përdori, thash ne. Kur thash ne, e kam fjallën për klasën politike, thash nuk do të hyjën të citoj se cilin se çka ka thonë në fushata zgjedhore. Është detyre juja, nëse juve ju intereson të holumtoni se cila parti çka ka thonë. Deklaratat janë publike, secilat jepën, ato shumë lehtë është me gjetë se cili zyrtar kush çka ka thonë. Okej. E thash, është diskurs i fjallorit politik që përdoret kryesisht në fushata zgjedhore dhe thjesht për mendimin tim nuk duhet trajtuar ndoshta edhe me seriozitet shumë të madh në këtë afat kohor ku jemi tani dhe proceset që janë duke ndodhur. Por veç duhet ju ndalë sepse unë tham fjalë të mëdha, zgjedhje ka edhe në lugim të Preshevës, ka në Preshevë, në Bujanas, në Medvegjë, nuk kemi pa ndonjë zyrtar të Kosovës shtetit që ka shkuar atje me dhënë deklarata të tilla. Sikur ky debat të ishte zhvilluar në një afat tjetër kohor, ose këto deklarata të vinin në një kohë tjetër, në një kohë normale, ku nuk do të ketë fushatë zgjedhore, ndoshta do të isha më e sigurt edhe në deklarimet e mia ose thjesht në opinionin tim rreth këtyre deklaratave. Është e vërtetë që ka pas zgjedhje në Preshevë dhe ka çdo herë. Unë konsideroj që në rend të parë, nëse marrëm anën normale të jetës edhe të civilizimit, konsideroj që liderët serbë në rend të parë është dashur të kërkojnë falje për ato që kanë shkaktuar në vitet e luftës. Ne tash jemi në një sezon, e tham, jo rastisht sezon. Në vend faljes, ata po flasin për Trepç, po flasin për dështimin e Kosovës në UNESCO, po flasin për çështje tjera, për zgjedhjet këtu, po flasin për gjykatën speciale. I dëgjojmë, i pam vetë. E thash, nuk e thash rastisht jemi në një sezon kur Kosova anë kënd ka ditët përkujtimore të veprave të kryera nga pikrisht nga ndoshta tham edhe nga këta përfaqësues serb të cilët kanë qenë atëherë në strukturat të ndryshme organizative të shtetit. Unë filloj nga 28 shkurti për shembull e kemi pas Likoshanin e Qirezin. Me njëherë 5-6-7 mars e kemi pas Prekazin. Mas Prekazit e kemi pas 28 marsin e kemi pas Çka kanë lidhje këto me deklarata këtyre zyrtarëve me zgjedhjen në Serbi? Po, tash po flas sepse unë nuk do të flas për zgjedhjen në Serbi, do të flas për deklaratat e liderëve serb. Prandaj kërkoj për ndikimet edhe perceptimet e tyre se çfarë po ndodh në politike. Me 28 mars e kemi pas Izbicën, me 5 prill e kemi pas Rezallën, me 2 prill e kemi pas Kaçanikun, tash e kemi me 17 prill e kemi Poklekun. Dhe konsideroj që vetëm nëse nalesh në këto data edhe vetë populli i Serbisë do duhej që fillimisht kërkonte nga liderët e tyre që në këtë fushatë zgjedhore mesazhi kryesor ndoshta që do të ishte për serbët e Kosovës, do të ishte kërkim falja për atë gjendje të cilën e kanë shkaktuar. A nuk është pak naive të kërkohet
mendohet që deklaratat e tilla e popullit do të thonë ata një gjë të tillë? Unë nuk dua të konsideroja është naive apo është politike, po thjesht pres që qytetarët e Serbisë të kërkojnë nga priste të tyre, nga liderët e tyre, që ndoshta pjesë të fushatës e tyre, sidomos serbët e Kosovës, të jetë në rand të parë Kërkimfalja, sepse Kërkimfalja është bazamenti i krijimit të marrëdhënieve ndërshtetërore dhe thjesht është ajo e cila mund të na ndihmojë të tejkalojmë ose thjesht të ikim nga e kaluara jon e cila na shoqëron në çdo moment dhe në çdo kohë. Thash, deklaratat që bëhen në fushata zgjedhore janë për konsum ditor më shumë dhe më shumë kisha dashur dhe kisha pas dëshirë që një debat të tillë ta krijojnë një atmosferë do të marrë tjetër mendimin pas e të tjerëve se është vetëm për konsum ditor, sepse deklarata të mëdha do t'i kashi jeni partneri i koalicionit qeverisës në qeveri, kemi pas deklarime të ndryshme sa i përket zyrtarëve për këto vizita. A ndani të njëjtin mendim sa i përket që është kjo vetëm për konsum ditor apo janë deklarata të cilat duhet të merren shumë seriozisht? Mendoj se problemi është më i thellë se sa po interpretohet. Në fakt, përveç problemit mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë, problemi do të trajtohet mes qytetarëve serb të Kosovës dhe politikës agresive të qeverisë së Serbisë ndaj qytetarëve të Kosovës. Pse agresive? Sepse qytetarët serb të Kosovës, për cilët na jemi të obliguar me mbrojtje edhe me kushtetut, janë në çdo kohë pjesë e presioneve, shantazheve të ndryshme që vijnë nga politika e Serbisë. Edhe pse ata nuk deklarojnë publikisht, po shifet mënyra e komunikimit, mënyra e trajtimit, sepse gjithmonë i trajtojnë si mjet për të arritur një qëllim për të fituar zgjedhjet brenda Serbisë. Ky është një problem mes qytetarëve të Kosovës të nacionalitetit serb me qeverinë e Serbisë dhe po ashtu mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Serbisë. Problemet që janë mes qeverisë Kosovës dhe qeverisë Serbisë mu më boni përshtypje deklarata e kryeministrit të Serbisë kur tha ne arritëm ta ndalojmë sulmin e parë në Trepç. Terma luftarake. Çka nën kupton kjo? Që është marrë në kuvendin e Kosovës. Po mënoj është çështje një farë lloj përzimje në punë të brendshme. Patjetër që është përzimje, edhe vetë fakti që vinë dhe bojnë fushat brenda territorit të Republikës Kosovës është përzimje në punë të Kosovës. Dhe vetë fakti që ai vjen në Trepç, një ndërmarrje publike aset shtetëror i Kosovës dhe bën fushat politike dhe presion publik dhe politik për serb lokal. Veç ai tha duke tentuar të mos ofenduar maskën, sepse ne tha e kemi parandaluar, ne jemi këtu për të qëndruar pranë Trepçës, pranë punëtorëve, pranë njerëzve që punojnë aty, duke mos ofenduar të tjerët. Është fjala për palën mënyra e deklarimit të tij, mënyra e sjelljes, vetë diskursi triumfalist në pjesën veriore të Kosovës ku faktikisht kryeministri i Kosovës dhe zyrtarët e Kosovës vështirë që mundën me shku. Nuk është pjesën veriore, e tha edhe në Graçanicë. Pjesa veriore është problemi kryesor, ndërsa Graçanica është më afër Prishtinës, ka qarkullim më shumë mes njerëzve dhe qasja e institucioneve të Kosovës në Graçanicë është më e lehtë se sa qasja në veri të Kosovës. Kjo dihet. Por problemi është cili është qëllimi i vërtet i këtyre vizitave. Mendoj se qëllimi primar është mbajtja e tensioneve lartë ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës me qëllim për të arritur që të faktorizojnë Serbinë si instrument në Kosovë. Kjo po bjen kundërshtim me parimet e dialogut në Bruksel. Po bjen kundërshtim, nuk po them që është në pajtim me parimet e dialogut, është në kundërshtim me parimet e dialogut dhe është kundërshtim me interesat e serbëve lokal të Kosovës, sepse i kanë defaktorizuar. Ju dini se çfarë trajtimi dhe çfarë prezencë kanë pas edhe në institucionet e Kosovës, edhe zoni ty është ndëgjuar shumë më shumë i serbëve lokal të Kosovës dhe kanë qenë shumë ma faktor. Tash me krimin e listës serbska si një imponim për Serbisë dhe me mënyrën se si po funksionon, unë i shoh vetë në dy legjislatura se si funksionojnë deputet e komunitetit serb, pa dash me ja marr drejtën me fol zoti Trashić, po i shoh mënyrën se si funksionojnë. Kanë qenë shumë aktiv, shumë ma rezultativ në interes të komunitetit serb në Kosovë, se sa që janë sot, sepse sot shumica janë instrument që përdoren për i Serbisë, nuk po them gjithë, sepse ka dhe deputet nga radhë të komunitetit serb që janë shumë aktive dhe janë shumë komunikative dhe me
kolegët e tyre tjerë deputet, por ka problematika të tilla. Dhe ideja e mbrojtjes, deklarimit triumfalist të mbrojtjes së sovranitetit serbisë, mbrojtjes së kishave serbe, mbrojtjes së resurseve natyrore serbe, këto janë deklarata triumfaliste, cilat Kishava Trepçës. edhe kishava Trepçës, dyja ti tha. Nëse referohen Vučićit apo Dačićit, paka shumë ke njëjti diskurs nga dy persona të ndryshëm. Dhe kjo është në mënyra se si ata arrin me majt shkputun popullatën lokale serbe me institucionet e Kosovës dhe me majt distancën me qytetarët e Kosovës. Po flas si qytetar. Ndërsa si politiki kanë shtrinë përmet instrumentit listës serbe kanë arrit me vertikalizu qëndrimin palët politike serbe në Kosovë, serbe në kuptimin e nacionalitetit serb, jo në kuptimin e strukturës shtetit serbisë. Prandaj mendoj se këto problematike janë çështje substanciale, të cilat duhet me trajtu me kujdes, dhe qeveria e Kosovës duhet të ketë dialog më të afërt me palët kosovarë serb, cilët janë faktorë dhe duhet janë faktorë në vendimarrje për interesat e tyre vital dhe jo me qeverinë e Serbisë. Zoti Rasić, ju si vlerësoni këto deklarata? Përmendë zoti Gashi një farloj mënyrën se si funksionojnë deputetët serb në Parlamentin e Kosovës, cili është qëndrimi i tyre edhe pesha realisht e tyre. Po, mirë, do konstatimi zoti Gashi ka dhënë me të vërtetë me vend dhe pajtohemi, dhe unë shumë herë kom flasë për zgjedhjet e 8 qershorit, ku se di një frustracion që në atë moment, atë ditë, që krejt ne kena përjetu, kur po thëmë krejt ne, krejt ata që kanë besuar që një përfaqësim autokton, një përfaqësim adekuat të serbëve të Kosovës, do të jetë një prej interesat strategjike të partitë politike shqiptare në Kosovë, të cilat normalisht kanë një nivel të përgjegjësisë më të lartë se sa që kemi ne si një numër që jemi jo shqiptarët, apo numër të deputetëve të cilët janë në opozit, këta që janë më të mëdha duhet të kanë një planifikim strategjik. Dhe unë besova në institucionet e Kosovës, besova në këtë ide, zhvillimin institucional dhe një shoqëri multietnike deri në 8 qershorit. Që 8 qershor kam pas shans të shikoj që në çfarë formë po imponohet politika, çfarë formë po përzgjedhin njerëz të cilët janë përfaqësues të popullit, dhe edhe pse kam shkuar në gjitha adresat në atë moment duke kërkuar vetëm një trajtim adekuat. Dhe pavarësisht për kjo zgjedhjet dhe kjo vjedhjet që ka ndodhur në veri, kam insistuar bile një minimum të demokracisë të kemi, bile ata votat të cilat vinë me një periodikim që janë të organizuara nga një qendër të grumbullimit të votave në nish, a kom insistuar vetëm që të bëhet një analizë, a ka dëshmi që vetëm me 3 duart i kanë bërë krejt ato votime, se është, sa unë kam përdor një fjalë me një ironi të madhe, ku kam thonë është interesante që 8.000 persona kanë arrit një demokraci absolute, ku të krejt ata 8.000 kanë votuar për 5 persona dhe për një listë. Por pavarësisht që unë me të vërtetë kom dashur ta shfrytëzoj të gjitha mekanizma demokratike institucionale, asnjë përgjigje pozitive apo një përgjigje fair nuk kom pas. Që kemi rezultate si që kemi sot. Dhe kjo, përveç një zhgënjimit që me të vërtetën e sheh si arsyeshme, jo nga radhat ata persona që kanë luftuar për pozicionet e tyre, por nga radhat e institucioneve të Kosovës, që ai verifikim, vullosja finale ka ardhur prej KQZ-s, por po ashtu dhe nga politikanët kosovarë, që prap është një dështim, kishe thonë du fisht, apo shumë fisht, sepse ne kemi pranuar një organizatë të tillë, duke injoruar krejt të ta vlerat për të cilat ne jemi duke deklaruar tonë kohën që po përpiqem që t'i bëjmë. Sa i përket vizitave, kjo nuk është vizita e parë, dhe që të kuptojemi, krejt kanë hy me lej. Dhe jo bashkë krejt kanë hy, po do flasim edhe për shumica për tyre. Normale që duhet të dini, kufirin kanë kaluar si Vučići si Dačići me lejen e institucionet të Kosovës. Këta dy po, do të flasim edhe për Sheshelin që ju kanë ndalu për shkakun Sheshelit, kanë thonë që do ta arrestojnë. Shesheli nuk ka qenë, bile ai nuk ka përpiqur me kalu kufirin. Kjo ka qenë një, të them ashtu, bisedë diplomatike me një distancë lartë, ku
po ushtrohet politika, pak diplomacia, po, okej, ndoshta edhe kjo, po gëzim të breshëm, po si të qoftë krejt kanë, ata njerëz kanë dhënë me leje. Dhe une, normale që gjithmonë nisim prej neve. Çka është faji jon? A kemi mundin diçka më mirë të organizojmë? Po kuptoj që është fjalori absolutisht sa i përket zgjedhjeve dhe normal është në Ballkan. Jam i sigurt që ju keni eksperiencë se çdo zgjedhje në Ballkan vetëm po përdoret ato fjalorët populiste, të them ashtu, pak nacionale, ku ju po çmoni kombin e vet, pak e nënçmoni kombin tjetër, dhe kjo është arsyeshme nëse krejt ko vizita kanë për qëllim, ashtu që është dhe parim për inicimin e marrëveshjes e Brukselit, harmonizim të marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Unë po kuptoj nëse krejt kjo e vjen një epilog ku njerëz konkludojnë, okej, sa i përket një kuptim, një qëndrim i moderuar, ne kemi lëvizje këtë. Por, përkundërzi, fatkeqësisht unë nga ana të Prishtinës nuk e shoh lëvizje. Kur po thon Prishtinës, ne në kohën e fundit me të vërtetën kemi dështim pas dështimit. Unë e di pse, unë e kam mendimin tim pse, por sidoqoftë jam i sigurt që institucionet e Kosovës duhet shumë më shumë që të janë përgatitur. Do të kisha pasur që me fol për gjëra konkrete, për dështime konkrete, ta dëgjojmë edhe zoti Deda, vlerësimi juaj sa i përket këtyre deklaratave, këtyre qëndrimeve, jo vetëm politike, fol për Trepçën, për UNESCO, për çështjet thelbësore të Kosovës. Unë munova me i strukturu në 4 shtylla, këto që ka du me e thonë. E para ka të bëj me në nështrim të zhvillimit politikën në Kosovë dhe jetës politike Kosovë, agendës byrokratëve në Bruxelles. Të një dialogu ashtu si e shohin 4 vetë në zyret e tyre. Edhe mungesës të agendës të Republikës Kosovës në këtë dialog. Kjo është e para. Edhe rezultat direkt i këtij nënshtrimi ka qenë dorëzimi i Serbëve të Kosovës në durrët Beogradit me 8 qershor, mire ka zoti Rashić, kur me votat falsifikume kanë ardhur 5 deputet të listës sërbe, dhe kush s'ka dash me marrë përgjegjësi se çashtu janë marrë vesh në Bruksel. Domethënë kjo është e para, edhe rezultati është industriale nuk janë risi në Kosovë. Nuk është, kjo është më e thellë se sa, sepse ti e ke lënë një shtet tjetër me ta dizajnu një elitë politike të një popullate etnike. Edhe e ke rrëzu forcën autoktone të Serbëve në Kosovë, a neve mas shumë t'i na vyn një leadership autokton i Serbëve të Kosovës, me cilët mundesh me u marrë vesh për me përmirësu jetën e tyre dhe ndërtimin e Kosovës bashkë. E dyta ka të bëjë me këtë sjelljen, e dyta ka të bëjë me një papërgjegjësi të qeverisë, sepse në fushat zgjedhore s'ki nevojë mi dhon leje kur kujt hiç me ardh e me usill si mbaqet babës e me dhon deklarata çfarë janë dhënë. Zoti Vučić, nëse doni me e pa, ai me një anë thotë ne nuk kemi, s'doj me ofendu asken, po dihet kush e ka ndërtu Trepçën, kush punon në Trepçë gjana tjera, do me thonë sërbët dhe jo ju, ata, shqiptarë. Me thonë, kjo është mungesë e dignitetit të qeverisë Republikës Kosovës, të shtetit tonë, apo? Dhe mos të flasë më për këto deklarata kotë masikotit e Dita Tahirit, e cila thotë, s'ka me pas zgjedhje të Serbisë në Kosovë, të nesër më ndel kryeministri thotë ka me pas. Edhe unë nuk e di pse. Ka përputhje deklaratave? Si gjithmonë në këto 5 vjet. Na jemi mësuar këto 5 vite që krejt çka flasin deklaratat e forta të cilat vijnë prej zyrtarëve të qeverisë të Kosovës janë të pavërteta, sepse kështu na ka mësuar realiteti, rezultati në fund. Domethënë na jemi të gënjur që 5 vjet nga mas pari popullata. Ta që përmendin zonën Tahiri e kemi ftuar për këtë debat, nuk e kemi për të diskutuar, po... Dhe e dyta është, na që jemi deputet, as që e dim kush ka marrë vesh në Bruksel, që është problem jashtëzakonisht i madh. Dhe mandej vim deri te pjesa kyçe. E kjo është vazhdimi i krijimit të 2 realiteteve paralele në Kosovë, një cili është realitet i vendbanimeve të Serbëve të Kosovës, sidomos në veri të Kosovës, dhe i dyta është vendbanimet e shqiptarëve, bosnjakëve, turqëve, romëve e tjerëve, që është tjetër prej këtyre të Serbëve. Dhe sjelljet e zyrtarëve të qeverisë së Serbisë në veri, ata sillen se veriu i Kosovës është Serbi, ashtu sillen. Dhe atë qasje e kanë, e neve na u ka gjujt, apo na është trumpetu me vjetë, se si normalizimi i marrëdhënieve po bëhet për integrim të veriut.
Tash, këto i ki njëjtë vjen edhe një çështje. Shumica e elitës politike në Kosovë se kupton Serbinë. Serbia është shumë transparente. Ata e thojnë direkt çka dojnë. Edhe në fushat, edhe kur nuk janë në fushat. Ata të vetën e thonë, sepse funksionojnë si shtet normal, shtetet e përfunduara, apo cilat kanë legitimitet ndërkombëtar, nuk kanë një politikë publike, ose gënjeshtër publike edhe një politikë të butë mrapa. Edhe kjo është, ti kur të këshyr 8 vjetë mas shpalljes pavarësisë, nuk ka nevojë më me hy në këtë lloj aranzhimit të tillë të zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë si para shpalljes pavarësisë, sepse kjo po na ndodh që 17 vjet. Tash edhe fundit ka të bëjë me dy shtetësi. Serbët e Kosovës, cilët e kanë në shtetësinë e Serbisë, kanë të drejtë me votu për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Kanë drejtë. Do me thonë, dy shtetësia në botë ta garanton këta. Por, jo me eksperimente çfarë në bo këtu, jo OSBE apo ndërmjetëson e gjana tjera, nëse na e konsiderojmë vetën si shtet, apo atëre ekziston një dhe vetëm një formulë si votohen njerëz me shtësi tjetër në territorin tonë. Votohet në zyren, ose me post, ose në zyren dhe lisën Prishtinë. Nuk ka metodë tjetër. Na nuk kemi mritë Ta qëtëm, a ka mujtë realisht me bo ma shumë Kosova, institucionet tona ma shumë se so, që o përsëret, e thamë na është e përsëreshme kjo, nuk është kjera parë që ka ndodhë, deklaratat tronda, politike, e shfrytëzojnë. Meti, qysh po pret për njerëzve të njëjtë me ta pru një rezultat ma të mirë. Qysh për njerëzve të njëjtë? Njerëz njëjtë që në qeveri, mentaliteti njëjtë. Nuk mujnë ata një lëshim që e bojnë me ndru mas një kohë, sepse është gjenerat tjetër politike. Tash, a ka mujtë qeveria e Republikës Kosovës me bo ma shumë për Sërbët e Kosovës? Normal që ka mujtë me bo. Ka mujtë me bo ma shumë për Shqiptarët Kosovës, Sërbët Kosovës, Bosnjakët Kosovës, Turqët Kosovës, ka mujtë me punu në zhvillim të gjithve, apo edhe me pas një strategji të vetën të ndërtimit shtetit, ku shumica ka përgjegjësi për pakicën. Zëna, jo, kësha ndalë këtu për shkak... Po se si jemi polemik, jemi nuk është çështje polemike, hajde ta diskutojmë, a kemi mujtë si shteti i Kosovës me bo ma shumë? Zëna Muslio, a ka mujtë qeveria me bo ma shumë? Jo, fole. E tha dhe zotri Dedaj që a kemi mujtë me bo ma shumë, kemi mujtë me bo ma shumë. Po dhe nuk mundem me thonë që s'është bo asgjë në gjitha aspektet. Do thotë që... Po jo me thonë një ditë s'ka me pas zgjedhje, nesër me thonë ka me pas zgjedhje. Po mirë tash na nëse nalëm edhe komplet debatin e koncentrojna në atë se dikush ka thënë ka me pas edhe dikush s'ka me pas. Nuk është dikush, jemi të folë për zyrtar shtetit më të nalë, institucione më të larta. Atëherë të thamë nëse nalemi edhe thojmë që Edita ka thonë s'ka me majt dhe kryeministri ka thonë që ka me majt, ajo janë kuptu deklaratat e tyre dhe mendoj që është mas mirti. Që dikush me thonë tërheqje. Jo, unë mendoj që politikanët e kanë qatë mundësi, bile në Kosovë e kemi mundësin me secilin të komunikoj dhe të merret mendimin. Na thamë qysh në fillim të tryezës dhe besoj që kërkun heq në botë nuk ka qasje më të lehtë të politikanë se që ka në Kosovë. 24 orë telefonin e majmë hapën. Në çdo kohë lajmëron. Jo, mundi me fol për vetën, ndoshta po. Po foli për shumicën, tash nuk mujna ana me pse dikush nuk e hap edhe me banalizu komplet. Unë muj me fol për shumicën në të paktën për çta që jena në studio po. Kështu që asnjëherë nuk ka vështirësi të kontaktit edhe të marrjes mendimit. Unë e kam thonë haptas disa herë. Kur e tham një deklaratë ose një opinion, I qëndroj mrapa, dhe nëse e kom thonë keq, ose kërkoj falje, pse e kom thonë keq, ose tham po, unë e kam thonë... Po, veç u përmendën dy çështje, përmendën zoti Rashid edhe zoti Deta, një çështje forcimi, legitimiteti i një grupi të njerëzve që kanë punu në kuvendin e Kosovës që kanë qenë deputet, ardha një grupi tjetër, do më thonë që realisht... Realitet që ka ndodhë, nuk mujë me thotë që s'ka ndodhë një diçka e tillë. E tha shumë mirë zotri Gashi, edhe unë edhe zotri Gashi kemi qenë deputet edhe të legislaturës se kaluar. Zotri Rashid ka qenë minister. Dhe thjesht, unë personalisht si deputete kam pas një komunikim krejt tjetër dhe një qasje krejt tjetër ndaj aty në serbëve që kanë qenë atëherë dhe e kam tash, sepse me ata deri dikun jemi marrë vesh... Po, që në koalicion, në qeveri bashkë. Edhe? Po, mirë, do më komunikim ka. Cila është e keqë? Komunikim ka. Unë e po foli personalisht ashtë, në rrafshin personale dhe si deputete, eksperiencën tem në komunikim. Thjesht du me mbështet fuqishëm atë shka e tha edhe zotri Gashi, sepse
krijimi i Unë listës serbe. pyta për shkak që nëse jeni bashk, keni politikat përbashkëta qeveritare, keni politikat përbashkëta strategjike, keni plane për interesat përbashkëta. Është obligim, që problemi është që... Jo, unë se përfundova, nëse ka mundësia, kupton? Qëre, lista serbe e dim si ka ardhë. Nuk du t'ja mbylli askuj syt me gisht, edhe tash të shes demagogji june për listën serbe. Po dhe një fakt duhesh me dit, e tha shumë mirë dhe zoti Rashesh, nëse dikuj i ka bot dam, edhe po i ban dam lista serbe, është pikrisht komuniteti serb në Kosovë. Sepse asë njëherë, une nuk e di, që mandatin e dytë prej si kemi fillu, une nuk e di cilën Cilën politike kanë bo ata, cilën politike kanë bo ata në të mirë të komunitetit serb në Kosovë. Po tha Vučići, po dërtojmë shkolla. Unë nuk po du me folë për Vučićin, po du me folë për Rashicin që i kemi këtu edhe që takohet çdo ditë me serbët. Sakt, po flasë edhe për ministrat të cilët janë duke qëndruar bashkë me zyrtarët serb. Bele tha që Spitali Mitrovicës është më i mirë, ka pajisje më të mira se në Beograd. Thanë të drejtë, nuk s'kam qenë në spital të Mitrovicës asnjëherë, e kam vizitu veriun e Mitrovicës para disa muajve, kam ecë në kam verit Mitrovicës, nuk jam ndjerë mirë me atë që kam pa në Mitrovicë, por nuk kam qenë as në spitalin e Mitrovicës edhe në as të Beogradit. Ajo që ka mu shqetëson edhe më preokupon çdo ditë, gjendja ju e mirë në spitalet e Prishtinës. Ai tha që do ta ndërtojmë fabrikën e akumulatorëve me 200 vende të reja të punës, jemi të folë për vende të reja të punës në Zveçan. Sepse është fushatë zgjedhore, thash që në fillim debatit. Nuk e di çka do të më shtu diçka. Edhe në Kosovë ka drejt me ndërtu? Jo, ndëgjoj. Na folëm edhe për hyrjen e liderëve serb në Kosovë. E dim shumë mirë që është një procedurë, na i kemi zyra ndërlidhëse të Kosovës, edhe të Kosovës edhe të Serbisë, do thotë, ndash quhen një ambasada, po quhen zyra ndërlidhëse. Dhe thjesht e dim shumë mirë që për me ardhur një lider serb në Kosovë duhet të baj minimumin nëse nuk gaboj 48 orë përpara kërkesën. Është Ministria e Punëve të Jashtme pastaj e cila e merr dhe e shqyrton vizitën ose rëndësinë e vizitës dhe agjendën e tyre, dhe thjesht ata janë të detyruar ti respektojnë dhe ti përmbahen agjendës me cilën lejohen të hyjnë, sepse ai kanë respektu? Sepse na e dim shumë mirë që nuk mund t'i garantohet sigurisë se del prej asaj agjende. Ai kanë respektu? Nuk i kanë respektu, është fakt, është realitet. Edhe nuk është hera e parë, edhe në vizitën e fundit, domethënë edhe nuk është hera e parë. Jo. Nuk është hera parë, edhe e thamë disa herë, unë nuk e di pse duhet me përsërit prapë, besoj që u pajtum gjithë, që nuk është hera parë që kanë hy, dhe nuk është hera parë që ata kanë shkel lejen ose thjesht rregullat me cilat janë pranuar me hy. E thash edhe e thanë. Po me çfarë logjike për shembull është leju Vučićit edhe Dačićit e i është ndalu Sheshelit për shembull? Kjo është një pyetje shumë banale që Pse është banale? Ka pas shkëmbime me zyrtarëve. Ka pas shkëmbime me zyrtarëve qeveritar. Asë që bëj krahasimin e mes atyre tashmë. Po pse? Po edhe Vučići vjen nga partia e Sheshelit ka ardhur. Po shumë vërtet që vjen nga partia e Sheshelit. Nuk u kon kryesor, ka bëjt gajt birat me gajbe. A do më thonë veç për çata? Kjo është, jo, është një temë që me të vërtet don seriozitet trajtim. E thash edhe një herë. Unë seriozisht i pyeta, domethënë pse? Po, seriozisht po përgjigjem. Është Ministria e Punëve të Jashtme ajo që merr shqyrtim dhe vendos t'i jepet apo mos t'i jepet leja. Unë besoj që ata respektojnë disa kritere të cilat parashihen në dhënien e lejes për hyrjen e një personi zyrtar në këtë rast nga shteti serb në Kosovë. Dhe unë konsideroj që janë organet të cilat duhet të marrin masa nëse dikush e shkel agjendën ose thjesht i prish rregullat e marrëveshjes mbi cilat ata kanë. Po, për kritere s'folëm, cilat janë ato kritere që i ndalon për dikon vlen. Nuk e dim, na si deputet jo, nuk e dim. Absolutisht, ajo është kompetencë e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Pastaj sigurinë e garanton Ministria e Punëve të Brendshme dhe Policia e Republikës Kosovës. Nuk është punë e deputetit unë me shku më merr me agjendën ose mi bë sigurinë e eskortës qoftë Dačićit. Nuk tregon qeveria. Nuk ndan informat, po çan na 5 vjet thojmë dialogu Brukselit është i mbyllur, jo transparent. Që do të thotë, kisha dalë vish një diçka më fal që po ndërhyj. Nashta nuk është që nuk ndan qeveria. Nashta është pak edhe përgjithësia jonia si deputet se sa orë kena kërku. Nëse ti më thu që unë kam kërku informata nga Ministria e Punëve të Jashtme, të më tregoj për kriteret se cilat janë kriteret që i lejohet një zyrtari, kush do qoftë ai, të hyjë në Kosovë dhe Ministria nuk ta ka ofruar atë informacion, atëherë konsideroj që ki të drejtë, po unë nuk kam... Nuk është kjo çështje normale. Po, veç keme deklarata të Dačićit i cili ka qujtë Kosovën edhe ISIS. Ka thonë ati ju ka leju hyrja, e Sheshelit jo. Tash, po sot për kjo çështje, është çështja se përshfrytëzohet. Mirë e tha Arbeni. Kjo
një zavendës ministri i punëve të jashtme ka dash tash me i tregu muskujt, kështu që na s'kemi me lënë Sheshelin. Aja si ka dash me ardhën në Kosovë, po ka thonë hajde pak me letëshijet i vetmi cili nuk lejohet me ardhën në Kosovë, për shkak kontekstit tyre zgjedhor, nuk është çështja Vojislav Shesheli. Çështja është pasardhësit e Sheshelit, cilët vinë si në baqet babës. Në Kosovë, Zëna mos li thot pyetje jo relevante se shëndjeta banale. Ata vinë pa kur farë konsekvence këtu, japin deklarata, çfarë japin, edhe asgjë nuk ndodh. Edhe unë jam i habitun qysh lejohet në vitin 2016 me vendim qeverisë të Republikës Kosovës, fushata e zyrtarëve të Republikës Serbisë në shtetin e Kosovës. Po kanë gjetë terrenin pak të përshtatshëm. Qysh terrenin? E kemi hap një thjesht vetë fakti që ne si kuvend nuk jemi aktiv për 7 muaj rresht, dhe thjesht asnjëherë nuk e ke mundësinë në vendin e duhur, edhe ato kur neve na kërkohet të ngrisin këto tema, që të rjekun vrejtjen edhe atyre të cilët nuk i zbatojnë rregullat dhe ligjet në Kosovë, të mbikëqyrim në këtë rast ata që kanë dhënë leje për mu fut ata mbrana ose jo, atëherë ata kanë gjetë terrenin e hapur dhe mundet më sill secili. Duhet kuvendi të fajsohet, a duhet kuvendi të fajsohet për këtë situatë, a duhet kuvendi të fajsohet për këtë situatë? Çështja është pak më komplekse se sa që po prezantohet. Kompleksiteti i çështjes është raporti i Serbisë me Kosovën. Dhe këtu vjen problemi si arrin Serbia që me mbajt lart në agjendën ndërkombëtare. Këtu çështja është ndërkombëtare në momentin e dërgimit të forcave në veri të Kosovës dhe dështimit të misionit, çështja është bën ndërkombëtare, comme thonë edhe në kuvend, thoshin që i gabim, po dul që faktikisht dul që është e vërtetë. Problemi është Serbia arrin me mbajt nalt prezencën e vetë në Kosovë nëpërmjet kërcënimit të butë. Çka nënkupton kërcënimi i butë? Kërcënimit përpara bashkisë ndërkombëtare se do të përdor si element destabilizues serb lokal Kosovës nëse nuk arrit që Serbia me konë pjesë aktive politik bëmjen në këto territore. Dhe ky është problemi kryesor. Problemi kryesor është se Serbia është bë faktor politik bërës për serbët e Kosovës, që është fatkeqësi për serbët e Kosovës. Sepse për serbët e Kosovës, Serbia... Kryeministri atëherë zoti thotë që ka thonë që nuk do të ketë bisedime politike. Ka thonë, që të kjo të diskreditimi politikës. Po, çështja është vetëm ta mbaroj logjikën e imponimit nëpërmes forcës butë, sepse nëpërmes forcës të fortë, që është forca ushtarake, ka ndështuar me mbajt. Tash forca butë, po i qet në disfavor edhe institucionet e Kosovës, po edhe serbë lokal të Kosovës. Te i pave për shembull edhe në video që u transmeton këtu, nuk kishte entuziazëm të serbëve lokal. Po shifke që ata dhe janë detyruar me dal aty. Të pengesës para disa vite në kanë përdorur edhe banera kundër korrupsionit e kundër. Problemi është se duhet me u arrit shkalla ku institucionet e Kosovës duhet me i pas partner serb lokal. Dhe me partneritetin e serbëve lokal me u prezantu përpara bashkisë ndërkombëtare, sidomos para Brukselit. Dhe jo me marr ekskluzivitetin qeveria Serbisë për serb lokal të Kosovës. Sepse nëse na arrim si institucionet të Kosovës mja heq ekskluzivitetin Serbisë për qytetarët serb të Kosovës dhe me i faktorizu qytetarët serb të Kosovës si pjesë e institucioneve të Kosovës dhe jetës politike në Kosovë, mendoj se që atëherë zgjidhen problemet e serbëve të Kosovës dhe zgjidhen problemet e Kosovës me Serbinë. Do në mendoj se për të arrit këtë qëllim, janë ato të sakta që tha zoti Rashiq, nuk ka pas vullnet për politik berës në Kosovë që me thonë kush ka erdhën këto 8.000 nënshkrime, 8.000 vota për 5 kandidata, s'pa tjera, 110 janë konë aty në listë. Pse veç për 5? E ndërprim saktë të dështimet të cilat i përmendi zoti Rashiq në relacion qeveria e Kosovës, serbët lokal, deputetët, njerëzit që ishin legjitim, ofertat, cilat ishin shembujt konkret, zoti Rashiq? Fatkesisht duhet i ndaj sërbë të them ashtu kushtimisht apo interesa politike sërbe në ata që janë verinë dhe ne që jetojmë në jugun në Kosovës, ku kush ka përmend nuk e di një komunikim ma i moderuar të them ashtu ekziston me sërbë të cilët jetojnë në jug të Kosovës, ku integrim ka qenë dhe është ma lehtë dhe ma dinamik dhe kjo krejt normale që po funksionon ndryshe se sa ata në veriu. Aty është ndoshta sfida kryesore që Beogradi në këtë formë, Beogradi politik,
e mbron interesat të Beogradit, apo e mbron interesat globale, kushtimisht po them globale, se nuk kemi ne vendit të mëdha, por interesat globale të Serbëve. Dhe duke përdorur ato metodologjitë që ta afrohet pak më shumë në Bashkimin Evropian. Dhe kjo është dëshmi. Ju me siguri ju kujtoj që ndoshta para 4-5 vjet kur u nis këtë ide për dialogun e Brukselit, ka qenë dikun që shansat janë barabarta dhe ne politikanë kemi ndëgjuar që është e mundshme apo është plani që krejtësisht së bashku të him Bashkimin Evropian kurdo që ajo që ndodhet. Por tash ju shihni në 3-4 vitet fundit apo në një vit e gjysmë të fundit, absolutisht aty që ka ndryshuar puna. Jemi shumë larg, ne tash jemi shumë larg, bile nuk përmendet hiç, bile dhe fatkeqësisht kërkoj falje që ndoshta jam i pari që flas publikisht. Në pikë pyetje vjen dhe liberalizim të vizave. Pikë pyetje, në fakt, zyrtarët na thanë që shumë shpejt kemi me pas. Okej, unë po them pikë pyetje. Kam drejt si politikan, si qytetar që ta pyes apo që ta ndoshta dushoj, a do të ndodh kjo ajo, sepse ende është krejt në pending apo në pritje. Unë normalisht që ndoshta ideja më të story të suksesshme kishte një shpërblim, të them, për krejt kjo që kemi pas ne si qytetarë pari dhe pastaj si grupacioni politike, që të kemi ai liberalizim. Por unë sa e di unë, në këtë moment jemi 50%. Këto përqindja nuk shkojnë bashkë në favor të liberalizimit të vizave. Sidoqoftë, kjo prap do të shihim, unë shpresoj që kjo ai liberalizim do të ndodhe sepse me të vërtetën jemi në një pozicion e keq. Çka është me Sërbët e Veriut, nëse shkoni atje, apo besoni që kërkush nuk mendon për integrim. Nuk mendon për integrim në ai farë institucion që është Kosova Republika, pa cilë do institucion. Kjo që po ndëgjojnë në lajmet... Integrim në institucionet e Kosovës. Po, sepse, a dini çka, ata jetojnë që 16 vjetë pas institucionet e Kosovës. Dhe nuk u siguru një alternativë që të zgjedhni ju vetë, si individ, si qytetar. Pas të kjo me, a nuk ishte ideja që përmes lista sërbska, përmes kryetarëve, përmes atyne, përmes kryetarëve të komunave të zgjedhën në Leposavet Zveçan, Zorin Botok, të bëhet kë integrem? Ideja ka qenë, por unë po ju flas si qytetar, që unë e di qytetarët atje, ku ata nuk konsiderojnë kur farë integrimi në këtë moment. Normali që, si çdo prej nesh, ata kishin dashur që ta përdorin mekanizme eventuale të Kosovës, por jo që të janë të në formë plot fuqishme në verimin e Kosovës. Prandaj kjo që biseduam, dialog me serbët, u dash që ta iniciohet shumë më herët, jo 16 vit më pas, mbrapa. Por një lehtësi të them presionet e Kosovës nuk jemi ne ata që kemi krijuar vakumin. Vakumin u kriju spari prej UNMIK-ut. UNMIK-ut i cili e kalon ashtu si një territor posaçme, ku njerëz kanë kuptuar që kjo po ndodhet që nuk funksionon, kjo që ka qenë atëherë një menaxhmenti i keq të UNMIK-ut dhe ne kemi trashëguar, kur po them ne, jo dhe unë jam politikan, ne kemi trashëguar këtë një mësim i keq, i cili po injorohet dhe cili do iniciativë që ka qenë krijuar duke mbrojtur interesat siç thash globale të serb dhe njerëz si zakonisht janë shumë lehtë që të manipulohet. Dhe që të kuptojemi, çdo serbi e njeh Beogradin dhe Serbinë se nonën e vet. Dhe kjo është normale, politikisht po. Por zakonisht unë po them, Kosova ku nuk mund të jetë nona e serbëve, por siç thuhet mund të jetë ndjerka e mirë. Zemra ndoshta. Mund të jetë ndjerka e mirë dhe kjo që ta kuptoni çka kërkojnë serbët e Veriut, duhet të kuptoni relacione. Në këtë rast unë po ju shpjegoja, po ju tregoj cilat është ndoshta rrugë të cilat eventualisht mund ta ndrojnë mendimin e serbëve të Veriut. Deda, dëgjojmë zotin Rashi që përmendi gjëra konkrete, faktike edhe të pjesës e integrimit të serbëve në pjesën veriore të Kosovës. Kjo tashmë krijon edhe brenda territorit të Kosovës vlerësime të ndryshme në Graçanicë, në Shtërbs, Rani Llog apo partesh me ato në Zveçan Leposaveç. Ajo është normale sepse në dy kontekste të ndryshme edhe një kohë ka ekzistuar një parafrim tashmë nuk është me serbët në jug të Ibrit
Po me lista srpskën kjo ka ndru. Konteksti ka ndru plotësisht sepse tash ata janë shumë ma largë institucionalisht e politikisht se sa që kanë qenë para zgjedhjeve komunale ku ka fitu lista srpska në gjitha komunat e Kosovës. Po vetëm po du dy çështje që të sqarohemi. Ju dini që kjo marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve që s'dikush s'tha mo që është historike, trumpetohej që do t'i shbën strukturat paralele. Ju e keni bashën dhe faqen e ju i po më duken kalzo.com, zyrtarën përgjithëse të Brukselit, e cila thot ne nuk jemi marrë vesh në Bruksel që të shuhen institucionet e Serbisë në Kosovë. Dhe ti e ke 5 vjet dialog, 5 vjet funksionimi institucioneve paralele dhe ende ekziston paralelizmi institucional. Në veri ke komuna të Republikës Kosovës dhe organet qeverisë të Republikës Sërbisë. E kundërta e asaj që ka kanë thonë për qeverisë të kaluar edhe kësaj tash, që i gjithë ky dialog po bëhet për zhbërjen e strukturave paralele, janë më zgjedhjet në veri që të zhbëhen strukturat paralele, nuk është e vërtetë. A bëni kështu që kjo vetë tregon që na ende jemi në rrugë pa krye, sepse nuk po dim, se nuk e dim çka dojmë në këtë proces dhe më vjen keq, po jemi gjatë gjithë kohës po duhet me përsërit këtë. Kush e matë në fund rezultatin e negociatorëve të Kosovës në Bruksel? Ku vendi? Jo, kush e matë tjetër? Të duhet publiku. Opinioni publik. Tjetra, po du me undëli se s'mujta në fillim në hyrje me ato që ka e tha kolegja Musliu. Po, tash është koha kur në Kosovë përkujtohen viktimat e luftës. Edhe në këtë kohë, qeveria jep leje zotit Dačić që të vjenë në Graçanicë dhe thotë ndërmend se kemi me kërku falje. Tash, kush po e ofendon këtu popullin tonë? Pak edhe qeveria jonë. Ti ose kemi amajt agendën strikte, realisht me qenë shtetë kur s'kish hyjë në fushat zgjedhore. Apo, dhe me thonë, a nuk po respektohet as plagët e popullit tonë nuk po respektohen për i vetë qeverisë të shtetit tonë. A bedin? Kështu që na kemi këtë thyrjen edhe diskrepancën shumë të madhe mes realitetit, çka do të thotë me qenë shtet me të vërtetë, si sillet shtetin, cili do shtetë për 195 në botë, edhe as si sillet qeveria e shtetit tonë, e cila nuk e kupton çfarë do të thonë shteti, edhe rregullat e sjelljes shtetënore. Zënë Musliu. Po, unë thash fillimisht që thash unë kisha prit që Serbët e Kosovës në agendën e tyre ose kërkesën numër 1 që ta kenë veç a nuk shkritë që qeveria e Kosovës të mos lejoj që përmend. Po deshta me dalë, veç lem ta formuloj fjalinë nëse ka mundësi, sepse sikur nuk po na lën me përfundu mendimin. Unë thash kisha prit edhe kisha dasht me një prej serbëve të Kosovës që këtyne liderëve që vinë tash edhe ju shesin demagogji, që që thojnë që pika numër 1 e programeve t'juja politike për një Serbi të modernizuar dhe të integruar në Bashkimin Evropian dhe për një qetësi në Ballkan dhe në Evropë, duhet jetë kërkimfalja ndaj atyre çka keni bën në Kosovë, ndaj gjithë atij gjenocidi që është bën në Kosovë. Ajo çka e tha Deda që qeveria jonë po i lëndon, unë s'isha pajtu, sepse unë nuk mundet qeveria Republikës Kosovës m'ja shkru kërkuj fjalimet çka ka me fol kur të vjen, ose m'ja tash do ta bëj edhe këtë përgjigje. Se pilen me hy atëherë pra nëse. Mirë po, unë e pres që qeveria Republikës Kosovës, mas aty në deklaratave, sepse ata do tentojnë prapë në Kosovë. Pres nga qeveria Republikës Kosovës që të jetë shumë vigjilente dhe syçel dhe mos t'ju mundsoj hyrje në Kosovë njerëzve të cilët e kanë shkel lejen e hyrjes në Kosovë dhe rregullat e paraparë. Që ka ardhur ka fol fjalë të tilla, nuk është hera po. Unë thash, unë po do më referu deklaratës të fundit, se asaj pikërisht ka edhe përmendi zoti Dedaj që tha nuk vjen shprehje më kërku falje, kështu më doks që thatë. Dhe thjesht mas kësaj deklarate unë pres nga qeveria Republikës Kosovës që tregohet tamam si shtet dhe të funksionoj si shtet dhe mos ju lejohet atyre të cilët e kanë shkel rregulloren ose thjesht rregullat e vizitës, mos ju lejohet të hyjnë në Kosovë. Ne dim shumë mirë lej ana shkrejt ato përkujtime që po flasim,
Ne ende kemi njerëz të cilët figurojnë sot të zhdukur. Unë përballë çdo ditë në për këto takime me qytetarë të cilët vinë edhe për ulën para një varrit zbrazët. Mu për këtë shka kishë ndosh me qenë pak më aktiv. Po i përmeni këto për arsye që duhet të apeloj edhe te qeveria e Republikës Kosovës që t'i ketë parasysh këto gjana, sepse ne e dim shumë mirë. Po nuk janë të trija, janë që shtatë të përsëritet 16 vjet, zonja Muslio, të gjana nuk janë. Unë do ta jap mendimin tim, jo çka dëshiron ti, unë do ta Jo jap çka mendimin dëshiroj unë, jo munden edhe në kuvend, me diskutu munden me pyetje edhe në kuvend, kryeministrin edhe njerëzit tjerë, ministrat përkatës. Jo, dini shumë mirë që asnjëherë s'kum hezituar me përmend kuvend. Ndoshta jam prej deputetëve që bile kanë herë kom tepruar ndoshta me kërkesa të tilla dhe kam qenë shumë këngulse, pikërisht edhe shumë kritike ndaj ministrave dhe qeverisë që janë pjesë e këtyre partive të cilat e udhëheqin vendin. Ne e dim shumë mirë në shtatorin e vitit kaluar. Jeni të folë për partinë e juaj, për PDK-n. Po, absolut, unë jam me PDK-s, s'moj tash me folë për një parti që nuk i përkas. Edhe besoj që ajo është e qartë edhe për juve edhe për... Ju këtu për apeloni edhe PDK-s, edhe LDK-s, do më dhënë që të dy partia udhëheqin... Unë po i apeloj qeverisë e Republikës Kosovës që t'jetë e kujdesshme, thjesht, kur i lejon... Me LDK-n e paskët, me zoti Gashi, se preferin e Kosovës, zoti Gashi? Jo, se përfundova mendimin, ka dalë se tash kenë veç edhe një fjallë të e thonë dhe pastaj se dy herë po e nxjerr prej kontesti. Dhe thjesht, ne dim që në shtatorët e vitit kaluar, e dim shumë mirë që Kosova i ka drejtuar edhe një kërkesë OKB-s që nxjerr një raport për viktimat ose thjesht për gratë e dënuara në luftën e Kosovës, që fatkeqësisht deri me tash nuk kemi bën asgjë në këtë drejtim. Kur e tham nuk kemi bën sepse është shumë lehtë në këtë tavolinë sot ta drejtojmë gishtin prej secilit, po është mirë që të marrim ka pak edhe përgjegjësi për veti. Drejtojmë, jemi të folë për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, për deklaratat të zyrtarëve në Kosovë, të cilët janë duke ardhur dhe duke dhënë qëndrime të ndryshme. Nëse kjo gjë nuk ka bë, e ka sensibilizuar edhe një herë opinionin edhe e ka kthyve mendjen te kjo kategori e dalë nga lufta, dhe domethënë prej shtatorit po bëhet gati një vit që ne ende nuk kemi një përgjigje nga OKB-ja, ndërsa ne e dim shumë mirë që nëse dikush një vije ban dikun afër, nuk po tham në kisha, po vetëm afër mureve dhe rrethoja të kishave serbe në Kosovë, mblidhet Këshilli i Sigurimit me baza për kjo është fjala për parua. Prandaj na nuk mundemi të sillim sikur nuk po ndodh në Kosovë asgjë. Faktikisht, unë prapo e përsëris, nga qeveria e Republikës Kosovës, këtë rast Ministria e Punëve të Jashtme, që t'i shqyrtoj deklaratat e liderëve serbë dhe pikërisht nalet tek ajo deklaratat që e kërkimfalës dhe thjesht mos ju lejoj hyrjen e akterëve destabilizues. A pritni që do të ndodhë kjo realisht që qeveria do ta bëjë në të ardhmen këtë? Qeveria Kosovës që shumë. Po tjetër qeveria Kosovës që ka me kërku nashta në të ardhme jo të lartë. Problemi është të mënyra, po insistoj, të mënyra e ndërtimit të raporteve me qytetarët serbë të Kosovës dhe mënyra se si sjellen institucionet e Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare. Prioritet numër 1, mendoj se i qeverisë Kosovës duhet jetë defaktorizimi i Serbisë në Kosovë. Dhe faktorizimi i serbëve lokal si pjesë e institucioneve të Kosovës. Dhe po ashtu, në bazë saj pastaj të vendosen prioritetet tjera të Kosovës. Cili është prioritet tjetër i Kosovës? Janë dëmet e luftës, janë personat e pagjetur që janë mbi 1000. Po, veç sot jemi të folë për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Po, mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë është te prioriteti numër 1 që është defaktorizimi i Serbisë në Kosovë. Momentin që Serbia defaktorizohet në kuptimin e rolit institucional brenda Kosovës dhe ndikimit të serbë lokal duke i keq përdorur për qëllime politike të konsumit brendshëm, është problematike. Nëse arrim qeveria e Kosovës që me e bind Bashkinë Ndërkombëtare, që është pjesë e rëndësishme në jetën e qytetarëve serbë të Kosovës dhe serbë e Kosovës, serbë lokal të Kosovës janë pjesë e rëndësishme e institucioneve të Kosovës, atëherë mendoj se është hapi i parë i sigurt të ndërtimit partneritetit të institucioneve të Kosovës me Bashkinë Ndërkombëtare. Nuk është partner për Kosovën, nuk është partner Serbia për përmirësimin e kualitetit të jetës serbëve lokal. Partner janë Bashkia Ndërkombëtare dhe serbë lokal. Për fond, zoti Rashi, zoti Deda, kjo vetëm zgjidhja e fundit. Jo zgjidhja, edhe pak historinë që ka ndodhur në... Nuk kemi shumë kohë të lutem. Që tash po përfundoj, shpejt do të jem. Në atë periudhë nëse ju kujtohet kur lista serbe ka bojkotuar konventin, kjo ka qenë një periudhë kohore 3 muajshe dhe une
brenda atyre 3 muajshe, 3 herë jam shkuar te kryeministri. Me ideja që sipas meje mendova që janë të mira. Ideja ku mund të tregon dhe ai vet kryeministri i zotri Mustafa, ku kom dëshiruar të tregoj që çka është një alternativë për zotri Mustafa, në çfarë formë mund ta prezantojmë kjo si një alternativë. Ju e keni çat pjesë kushtetuese dhe ligjore se si duhet të keni një numër të serbëve aty. Ku kom thënë, për mua nuk po më intereson pozita, por ju kishin mujt që të shpjegoni që interesi juaj është strategjik dhe për këtë arsye unë në atë kohë, nëse kujtohet, prej dhjetori 2014 deri në shtatori diku në tetori 2015 nuk kom qenë pjesë e listës srpske. Unë pastaj kom hyrë sepse kur kuptova që kur farë interesi nuk mund të realizohet në Prishtinë pa shkuar përmes Beogradit. Dhe çka është tragjikomike, në fund unë shkova në Beograd që të realizoj drejtën në Prishtinë. Sa kjo ndodhet vetëm, si thonë amerikanët, only in America. Kjo është vetëm në Kosovë. Dhe në atë formë, edhe pse jam shkuar 3 herë, dhe edhe pse edhe kryeministri vet u pajtu me ideat e mi, po thotë po ideat mira, por asgjë nuk ka ndodhur. Okej, kjo u përfundu dhe pasi që u kuptova që kom du zgjedhjet, ja që ta mbetem aty si një figurë politike dhe pa pas kur fa rezultate, ose që ta gjejmë mënyrë në të cilin si parti politike autoktone duhet të mbijetoj këtë krizë dhe të vazhdoj. Që përfundoj, vizitat e politikantëve, mendoj, unë e përdora një fjalë në fillim kur këmë thonë për shkak të harmonizim të mërdhanjeve. Dhe une edhe pse, këtë harmonizim nuk po ndodhe në formë që ndoshtë është pak normal, edhe pse nuk bëhet në këtë formë, prap unë e besoj që kjo në fund, jo për shkak neve, jo për shkak tensionit të Kosovës, po për shkak ata që janë nga Brukseli, që ka një cak i fundit ku duhet të jetë ai normalizim që të konfirmohet. Prandaj, mos të jemi shumë kritik ndaj vizitave që janë sisoj, unë e kisha sugjeruar që fjallori që të përdore pak të spaku, pak të moderuar, ma shumë të moderuar kërkoj falje, dhe që ta bisedohet pak ma ferë me qytetarët e Kosovës. Dhe në fund pajtoj me zotrin Gashi, kur ka thonë për një planifikim apo interese afat gjatë të Serbëve, kjo që bon Beogradi shkon në disfavor të intereseve sërbe, që do thotë ne duhet ta ngrisim ato fuqit autoktone sërbe të cilët jetojnë këtu dhe e dinë çka është Kosova. Faleminderit shumë, zoti Rashi, për shkurt kemi shumë pak kohë, zoti Deta. 20 sekonda. Republikën e Kosovës shtet me parametra ndërkombëtar, edhe të përgjithshme ndaj qytetarëve, edhe jashtë këtyre proceseve të kota, po me procese tamam. Të mirë fillta që ti shekulli ka me bo vetëm brezi i jonë politik, jo këta cilë kemi që 17 vjetë. Faleminderit shumë, zoti Deta, zoti Gashi, zonja Muslio, zoti Rashi, shikues nderuar, e tash, si që paralajmërova në fillim, do të ndeshni intervistën e parë të auditorit të sapo zgjedhur Besnik Osmani. Ju vazhdoni të raportoni në kallzo.com. Deri të ajnë të nashme, natën e mirë nga unë Muhamet Herullah. Zoti Osmani, mirë se erdhën në Jetën Kosovë. Mirë se gjetën. Ju sapo jeni zgjedhur auditori përgjithshëm i Republikës Kosovës javën e kaluar, në fakt jeni zgjedhur me ma shumë vota se presidenti aktual, zoti Hashim Thaçi. Kjo është në çështje e deputetëve të janë sovran, ka qenë për 2 pozitat kundra votimi, për kryetar dhe për auditor. Çu gjetët institucionin auditorit të përgjithshëm të Kosovës, sepse keni marrë një mandat 5 vjeçar? Po, kjo është një institucion relativisht mirë i konsoliduar. Kjo është përshtypja ime do të parë edhe gjatë 2 ditëve të para të punës që kam zot aty, po edhe në bashkëpunimin që ne kemi pasur sa unë kam punuar për Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Është udhëhequr nga një ndërkombëtar, janë ndërtuar standarde të mira të organizimit punës, mbi baza profesionale. Ka pasur një proces të mbrëmshëm të ngritit kapacitetit të stafit që punon aty, që të specializohen në fushat veçanta të auditimit dhe sigurisht që do të është një bazë mirë, por nga përshtypja ime e parë është e pamjaftueshme për të përmbushur synimin dhe vizionin që unë kam në mandatin tim 5 vjeçar. E përmendën synimin e mandatit 5 vjeçar tuaj,
A mundin më na tregu neve dhe publikut, cilat janë prioritetet e tuaja gjatë ti mandati 5 vjeçar, kur dihet që edhe gjatë tyre viteve ka pasur raportime të ndryshme edhe për mënyrën e punës që ka bë auditori përgjithshëm. Cilat do të jenë punët konkrete tuaja si auditori përgjithshëm gjatë tyre viteve? Po, detyrat e përgjithësit janë të përcaktuara me ligj. Thotë ne jemi institucion dhe kategori kushtetuese, të cilat jemi të obliguar që të implementojmë kushtetutët në ligjet, ato që i ka miratuar Parlamenti i Kosovës, dhe mandati është i dhënë atje. Megjithatë, ky mandat nuk ka mundur të implementohet i plot në Kosovë deri tani, për shkak të kapaciteteve edhe institucionale, edhe ngritje së vazhdueshme që ka pas nevojë thot përgjithsisht. Mandati kryesor është kontrolli ekonomik edhe financiar i të gjitha organizatave publike, të cilat janë të obliguara sipas ligjit të dorëzojnë pasqyra financiare dhe të gjitha ato që financohen nga buxheti konsular i Kosovës, nga paraja publike. Qëllimi im strategjik është që të rritet gama e auditimeve, përveç numrit e auditimit të përputhshmërisë që është bërë deri më tani, do të forcohet auditimet e performancës. Besoj që do të vazhdojmë tutje edhe me IT auditimet, që është një element shumë i rëndësishëm. Nuk ka pasur auditimet të rregulla në ndërmarrjet publike. Besoj që në qasën time strategjike është një shumë e rëndësishme që të fusim në planet tona të punës, të ngrisim kapacitet. Auditimin e ndërmarrjeve publike, sepse tash është në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik të njësia për monitorim. Do më thonë ju, si pik e keni të fosni edhe auditimin të ndërmarrjeve publike, është fjala. Po, kështë një obligim i dhënë të me ligj, po i që nuk ka mund të realizohet në plotëni, apo është realizuar shumë pak për arsye të kapaciteteve. Ne besoj që do të ngrisim kapacitetet e brendshme institucionale dhe do të jemi në gjendje shumë shpejt që të kemi mundësinë që të shtrihemi edhe tek ndërmarrjet publike. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, si ministri përgjithëse për zhvillimin e politikave të ndërmarrjeve publike dhe të monitorimit të punës së tyre, do të kryejë anën administrative. Ne do të bëjmë do të realizojmë mandatin tonë që kemi për të bërë auditimet e jashtme te këto ndërmarrje publike. Është fjala për vitet e ardhshme, nuk është fjala për këtë vit. Sigurisht që nuk është fjala për këtë vit, sipas planit dinamik, tani në qershor ne do të përfundojmë raportet individuale të gjitha entitetet publike të auditura apo që janë në proces. Në shtator do të kemi raportin final të auditimit përgjithshëm dhe me 1 tetor do të fillojmë auditimet për pasqyrat financiare dhe auditimet e rregullshmërisë për vitin fiskal 2016 dhe në planin e punës që do të ndërtojmë për vitin 2016, besoj që do të jemi në gjendje që të përfshijmë edhe një numër të caktuar të ndërmarrjeve publike. Përmendet disa veprime konkrete të përfshi edhe auditimin e ndërmarrjeve publike, por ajo që kemi parë zoti Osmani gjatë tyre viteve me raportet e auditorit është bartja e rekomandimeve nga viti në vit. Në çdo raport, nëse mund t'i krahasohemi edhe të komunave, edhe të institucioneve tjera, ka shumë rekomandime të cilat nuk ndryshojnë, mbesin të tilla. Unë po e përmend vetëm një fakt në muajin maj 2015, Artan Venhari, zëvendës auditor, derisa paraqiti para deputetëve të Kuvendit të Kosovës raportin e auditimit për vitin 2013 të zyrës auditorit përgjithshëm, tha se ky institucion vazhdimisht përsërit rekomandimet, pasi që shumica e tyre nuk zbatohen nga organizatat buxhetore publike. A ka më ndryshuar kjo? Qysh është e mundshme për shembull gjatë viteve të tona me mbet rekomandimet edhe me u përsërit ato? Tani secili do të kryej punën e vet, hisën e punës vet. Mandati jon, mandati im si auditori përgjithshëm nga Kuvendit, nuk është që të luaj një rol hetimor në kontroll financiar, nuk është që të imponoj implementimin e rekomandimeve, është që të bëjmë auditimet, të identifikojnë të gjetrat, mbi bazën të gjetrave të nxjerrim rekomandimet për menaxhmentin, t'i adresojmë ato të menaxhmentit të secili ndërmarrjet, t'i bëjmë publike dhe pastaj do të mbetet detyrë gjitha institucioneve në implementim të ligjit apo zbatim të ligjit. Edhe nëse mbesin rekomandimet të njëjta nuk merren parasysh që të vazhdojnë matutje me rekomandimin e tyre. Ajo të thënë ne duhet të sigurojmë që kjo do të bëhet në baza profesionale, që auditimet do të jenë të drejta,
që auditimet do t'jenë të plota dhe që auditimet do t'jenë plotësisht transparente për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe për gjitha institucionet e Republikës Kosovës. Pastaj të secili nga kompetenca vetë dhe nga obligimet që ka, do të vazhdojmë me tuti. Qoftë me implementimin e tyre, qoftë me sankcionimet nëse ato nuk zbatohen në tërësi apo janë të zbatura pjesërisht. Sakt, mirë, po ashtu po përmend një fakt tjetër të zëvendës auditorit Artan Menhari, ku tha se është fjala për muajin maj të vitit 2015, ku tha se gjysma e rekomandimeve nuk janë zbatuar nga komunat. Domethënë, te komunat ka një numër të madh të mangësive, nuk kanë adresuar rekomandimet, mbi 50% e rekomandimeve nuk janë trajtuar nga komuna, në komuna. Në fakt, vazhdojnë të kenë probleme me borxhet e mbledhura nga viti në vet dhe ato rriten dhe ka mangësi te kontrollet e tyre të brendshme. Jemi të folë për diçka e cila në vazhdimsi përsëritet. A ka më ndryshu kjo qasje? Tani unë nuk mund të flasë për periudat e kaluara, po nga e që po lexoni do të shoh sakt ato që është në mandatin e auditorit përgjithshëm, që të evidentoj dhe të prezentoj të gjeturat. Se a do të përsëritin këto të gjetura, sigurisht që do të jetë në interes të auditorit përgjithshëm që ato të mos përsëriten, por nga perspektiva formale është mjaftueshme që ato të prezentohen dhe të tjerët që kanë për obligim të marrin masa, pastaj duhet të vazhdojnë të aktivitetin e tyre. Unë nuk mund të garantoj nga perspektiva auditorit tani apo në vitet e ardhshme që gjitha rekomandimet do të implementohen. Ajo që unë mund të garantoj është që do të ketë një personalizëm këtë aspekt, që do të ketë një transparencë, që do të bëhen të ditura, ashtu siç janë dhe të vërteta, dhe që pastaj të gjitha organet do të jenë të informuara dhe institucionet do të jenë të informuara dhe zbatimi i tyre pastaj do të varet edhe nga vartësit, po edhe nga, le të themi, në aspektin e llogaridhënies varësisht se cili institucion kujt i raporton. Ajo që në media kemi raportime të ndryshme për mënyrën e shpenzimit paras publike, për tenderët komunal, të institucioneve, ministrive të ndryshme, organizatave buxhetore. Perceptimin publik është që më shumë ka raportime në media se sa që bën këtë për shembull raporti auditorit që realisht bën kontrollin e shpenzimit të paras publike. Tani, natyrisht unë kam lexuar raportet auditorit në baza të rregullta, kur ato janë publiku. Besoj që do të jetë kështu tash edhe në mandatin tim kur ato do publikohen në qershor. Mendoj që janë raporte shumë substanciale. Mund dallojnë nga qasa që mund bëhet në aspektin medial, sepse autorizimet ligjore me cilat është i pajisur auditori janë të ndryshme nga liria e veprimet që mund bëjnë nga perspektiva e medjave. Unë po e nënvizoj edhe një herë që për ne, për mua dhe për stafin e zyres kombëtare të auditimit, do të jetë shumë e rëndësishme që të evidentojmë gjendjen reale dhe ta prezantojmë gjendjen reale dhe mbi gjendjen reale të nxjerrim opinionet, siç kërkohet me ligj, për pasqyrat financiare të organizatave, në cilën do variantë të tyre, dhe të prezantohen të gjetrat dhe të prezantohen rekomandimet për zbatimin e tyre. Keni parasysh që disa nga të gjetrat janë më komplekse, kërkojnë një kohë më gjatë të implementimit, disa nga të gjetrat nuk varet vetëm për një institucioni, por varen nga një numër i caktuar i institucioneve. Prandaj kompleksiteti i implementimit të rekomandimeve nuk është dyngjërësh, është shumë ngjyrësh, po do të jetë me shumë rëndësi dedikime që ne do të kemi për shpenzimin e paras publike, nëse ai do të jetë i drejtë, nëse ai do të jetë për qëllimet për cilat është dhënë me ligj nga Parlamenti i Kosovës dhe cila është performanca e shpenzimit të atyre mjeteve për projekte që ju ka dedikuar. Në kuptim të kësaj, ne jemi të interesuar dhe jemi të vendosur që këto ti evidentojmë edhe ti prezantojmë. E përmendim punën e punëve që ju keni mi bërë si zyra auditorit përgjithshëm, të përfshin ndoshta edhe auditimin e ndërmarrjeve publike, sepse e thatë që e kemi edhe me obligim. Në anën tjetër, ka pasur ankesa që është edhe numri vogël i auditorëve për të bërë auditimin e të gjitha institucioneve organizatave buxhetore. A do të arrini të përmirësoni forcën e rolit të auditorit përgjithshëm, sidomos kur mund shtohen edhe auditimet tjera në të ardhmen? Tani unë kam gjetur aty diku rreth 120 zyrtar auditues.
të cilat janë të përgatitur personalisht do të bëjnë auditimet, për dikon rreth 190 organizata. 120 zyrtar auditor për 190 organizata. Është i mjaftueshëm ky numër? Sigurisht që nuk është i mjaftueshëm, edhe këtë vit, edhe vitet e kaluara, auditori i kaluar ka shfrytzuar të drejtën e vet që është dhënë me ligj që të kontraktoj edhe organizata të auditimit të certifikuara ndërkombëtarisht, të cilat kanë ndihmuar dhe kanë kryer punën e emën të auditorit në numër të caktuar të organizata buxhetore, sepse ky numër nuk është i mjaftueshëm. Tani kur qëllimi im strategjik është që të forcojmë edhe të ndërmarrjet publike, të forcojmë edhe llojin e auditimeve që me cilën do të punojmë gjatë viteve në vijim, sigurisht që është një numër i pamjaftueshëm. Unë besoj që ne do të kemi në të ardhmen një gërshëtim midis kapaciteteve të organizata certifikuara ndërkombëtarisht dhe zyrtarëve tonë të auditimit, do të shtojmë numrin e auditorëve të rinj dhe do të kemi mundësi që do të vazhdojmë matutje me i mbulu nevojat me të cilat do të ballafaqohet auditori. Keni parasysh që ai është një proces shumë kompleks, që merr kohën e vet edhe në planifikim, që merr kohën e vet edhe në implementim, që merr kohën e vet edhe në raportim, tu llogarit që lokacionet janë të ndryshme ku do punohet me zyrtarët e auditimit, definitivisht do të vazhdojmë me ngritjen institucionale të zyrës kombëtare të auditimit. Mirë, zyrës kombëtare të auditimit, mirë po, a do të vazhdoni me qëndru në objektin ku ju paguni sot, ku zyra auditorit pagun qira, edhe në të ardhmen? Unë e kam gjetur aty, fatkeqësisht vazhdojnë të punojnë me kushtet këqija në një objekt privat, i cili nuk ofron akomodim, le të themi, të nevojshëm. Gjë që është ngritur edhe nga auditori paraprakisht, po. Unë kam kontaktu institucionet relevante që merren me akomodimin e institucione publike, kam bërë kërkesë që sa më shpejt që është e mundur, për auditorin e përgjithshëm duhet gjendet një lokacion i përshtatshëm dhe një objekt i përshtatshëm për të kursyer buxhetin e Kosovës për qirat që paguhen, por edhe për t'i dhënë kredibilitetin edhe kushtet e nevojshme zyrtarëve të auditimit. Keni parasysh që ky është një institucion suprem i kontrollit ekonomik edhe financiar, i dhënë me kushtetut, institucion kushtetues, i cili vazhdon të jetë në një lagje të Prishtinës dhe në kushte pothuajse të mjerueshme të funksionimit. Dhe kjo pengon punën realisht e auditorëve, zyrtarëve për të kryer punën e tyre normale? Nga ajo që unë kam pa, në ditët e mia të para aty, pengon shumë. Me ligjin e ri për auditorin është duke u ndryshuar edhe emri i auditorit përgjithshëm, nga auditorit përgjithshëm në zyrën kombëtare të auditimit. Janë ndjeni për këto? Po, ne kemi pasur do thotë edhe me ftesën e komisionit për mbikëqyrje financiare një takim në Parlamentin e Kosovës. Kemi punuar nga dita e parë që kam shkuar që të japim mendimin tonë profesional lidhur me përmbajtjen e ligjit, propozimit të ligjit. Unë besoj që shumë shpejt ai do të jetë në duart të deputetëve në seanca plenare për miratim. Kemi bërë disa nga komente që i mendojmë se janë të arsyeshme. Konkretisht në pyetjen e juve, ideja është që zyra e auditorit, siç është quajtur tash, të quhet zyra kombëtare e auditorit. Kjo do të është një nocion që përdoret gjerësisht në Shtetet e Bashkimit Evropian dhe me gjerë, për këtë kategori institucionale, dhe nuk ka ndonjë arsye të veçantë që mund të jetë ndryshe, më shumë se kaq, unë besoj që do të jetë përmbajtja dhe jo vetëm forma dhe emri se si do titullohet. Me ligjin e ri do të vendosen edhe kompetencat, edhe mënyra e financimit dhe pavarësia buxhetore edhe veprimet të institucionit, vendosen sanksionet për cilat ne folim pak më herët kur nuk implementohen dot pjesa e rekomandimeve, qasja e auditorit përgjithshëm në dokumentacionin e nevojshëm dhe obligimet që kanë gjitha subjektet e auditimit në raport me auditorin e përgjithshëm dhe i gjithë mekanizmi tjetër për të kryer mandatin kushtetues. E përmendet punën e ligjit të ri të auditimit, po ashtu ka pasur kërkesa që
zyra auditorit të bëj auditimin e partive politike, financat e partive politike. Dihet që kjo temë është shumë e madhe në Kosovë për shkak që nuk ka kritika të ndryshme për transparencën, për mënyrën se si financohen partitë politike, nuk i paraqesin të dhënat e gjitha këto. A jeni të gatshëm si zyra auditorit të bëni auditimin e financave të partive politike? Dhe atë ndodh kjo realisht? Tani, auditori përgjithshëm do të kryejë detyrat që i ipen me ligj. Nëse Parlamenti i Kosovës do t'jap me ligj që do të kryejnë auditimet në partitë politike, nuk ka ndonjë solucion tjetër përveç se auditori përgjithshëm. Nëse ligji ndryshohet, nëse ligji ndryshohet që ta bëj do ta bëj këtë. Që zyra auditorit të bëj zyra auditimin. ka kapacitete që të merret me këtë çështje, megjithatë mendimi im profesional, të cilën ne e kemi dhënë si zyre, me qenë se do të implementues i atij ligji në masën më të madhe do të jemi ne, është që partitë politike nuk duhet të jenë subjekti i auditimit nga auditori i përgjithshëm, për arsye që mandati i auditorit përgjithshëm është kontrolli ekonomik dhe i financiar i institucioneve të cilat financojnë nga paraja publike dhe të cilat dorëzojnë pasqyrat financiare në kuptim të ligjit për menaxhimin e financave dhe përgjegjësive publike. Dhe nëse ky është mandati kushtetues i auditorit, do të jemi shumë të kujdesshëm që të mos e shtrim përtej kësaj për t'i dhënë një institucioni suprem të auditimit, siç është auditori i përgjithshëm, kompetenca të cilat mund të kalojnë tek organizatat politike dhe le të themi ajo për cilën do të ne shprehim rezervat tona është që ta shohim në relacion me kushtetutën dhe ta shohim në relacion me kredibilitetin institucional të auditorit përgjithshëm. Nga ajo që kuptova zoti Osmani, ju keni, domethënë zyra auditorit ka rezerva asaj përket kësaj pike, mirë po thatë që nëse kuvendi e ndryshon ligjin dhe na obligon, atëherë jemi të obliguar ta bëjmë auditimin e financave të partive politike. Është kjo? Definitivisht, detyra auditorit është që të zbatoj ligjet. Aq më tepër që detyra kryesore është auditorit që të kujdeset dhe sigurojë dhe të kontrollojë se apo e zbatojnë të tjerët ligjet, detyra parsorë e vetë auditorit është që zbatoj ligjet. Në kuptim të kësaj, ne metemi me i zbatu. Para se ligjet bëhet fuqi, me vetë faktin se ende është në diskutim, ne kemi dhënë propozimin. Duke u diskutuar këto ditë në komisionet, ashtu siç është diskutuar sot, unë besoj që do të ketë diskutime në fillim të javës sashme, ne kemi dhënë disa propozime për ndryshimin në draftin e ligjit, në mesin e cilave është edhe pika që ka bëjë me partitë politike. Ju nuk jeni për që të bëni auditimin financiar të partive politike? Nuk qëndrojmë në pozicionin që auditori përgjithshëm do të ketë ka mandat kushtetues për të audituar partitë politike. Mirë, e përmendur punën e publikimit të raporteve gjatë këtij viti. Kur do të bëhet publikimi i raporteve të vitit 2015, kur do të dalin raportet e para? Tani ne kemi ligjin e vjetër në fuqi për zyrën e auditorit, janë afate kohore dhe është kalendari përcaktuar. Ne deri në qershor do të jemi me raportet individuale të organizatave subjekteve të auditura, që do të bëhen për cilën ne kemi obligim ta informojmë Parlamentin e Kosovës dhe të njëjtin kohë ta informojmë edhe publikun, sepse këto nuk janë raportet e cilat mund të ndryshojnë nga ana e Parlamentit, janë raporte finale që marrin opinionin nga auditori i përgjithshëm dhe të njëjtin kohë i dorëzohen edhe Kuvendit të Kosovës si themelues i zyrës auditorit përgjithshëm, po edhe opinionit të gjerë të përfshijë edhe subjektet e auditura. Në të ardhmen, a do të filloni të ushtroni kallëzime penale për rastin në të cilat vërtetohen parregullsi për shembull? Ne nuk kemi në mandat me legjislacionin aktual që të bëjmë kallëzime penale. Ne kemi në mandat të tregojmë se çka po ndodh. Por nëse ndryshon kjo në ligjin ekzistues? Nëse kjo ndryshon në ligjin ekzistues, na mbetet me implementuar njësoj edhe për çështjet e tjera. Ajo që është diskutuar gjatë këtyre viteve është raporti i zyrës auditorit, transparenca me qytetarët, media dhe shoqërinë civile. Sa ju pritni realisht të keni bashkëpunim edhe me qytetarët, edhe me shoqërinë civile, të cilët bëjnë monitorimin e shpenzimit paras publike dhe mediave, të cilat raportojnë, hulumtojnë raste të mëdha të shpenzimit të paras publike në komuna, në institucione dhe organizata buxhetore?
Tani, si për çdo organizatë tjetër buxhetore dhe vetë zyra auditore e përgjithshme është organizatë buxhetore dhe ka për obligim që punën e saj të ta bëjë transparente, qoftë për përdorimin e buxhetit për nevojat veta, qoftë për aktivitetet e veta. Unë do të vazhdoj të jem transparent si në punët e mëparshme 100% me publikun, përveç atëherë kur me ligj parashihet ndryshe, do thotë që ka çështje të cilat nuk mund të jenë për publikun në momentet e caktuara. Sigurisht që qëllimi im strategjik është që ndërtohet një partneritet shumë i madh me komunitetin e shoqërisë civile dhe me komunitetin e mediave, tu përfshi partneritet me vetë subjektet e auditura, sepse qëllimi ynë i përbashkët është që ne të kemi një performancë më të mirë të tyre organizata publike dhe të kemi shpenzim më të mirë të paras publike dhe të evidentojmë atë ku ato keq përdoren, ku ato keq menaxhohen. Kjo sigurisht do të ndodhë gjatë gjithë periudhës si më thonë, do të vazhdoj të kryej këtë aktivitet dhe këtë detyrë aty dhe për këto unë personalisht nuk kam asnjë dilemë. Na folëm për punën e auditimit të tjerëve. Kush do ta bëjë auditimin e auditorit? Zyrës auditorit. E para, në vetë faktin se unë kam marrë në këtë pozitë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Puna e parë që kam bërë kur kam hi aty, kam kërkuar që Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për vitin e kaluar që unë kam punuar dhe për 3 vitet e ardhshme ta bëj një kompani e specializuar që caktohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës, sepse unë kam qenë atje që kam marrë vendimet dhe vendimet e mia mund të kenë pasoja edhe gjatë këtij viti. Kompani vendore, kompani huaj? Ligji përcakton duhet të jetë një kompani ndërkombëtarisht e pranuar dhe e certifikuar që mund bëhet. Njësoj vlen për vetë zyrin e auditorit përgjithshëm, ne nuk mund të auditojmë vetveten. Parlamenti i Kosovës kontrakton, cakton një auditor të certifikuar i cili do të shohë se si e shohim ne për 100 organizata se si po punon atë zyra e auditorit përgjithshëm. Për fond, javën e kaluar në këtë studio kam intervistuar rektorin e sapo zgjedhur, të cilin e kam pyetur për afërsinë politike. A është i afërt me ndonjën nga partitë politike? A kishte përkraje për të ardhur si rektor? Rektori na pranoi që ka qenë kandidat për deputet në listën e PDK-s nga Partia Shqiptare Demokraciane. Ju a patët përkraje politike për mos zgjedhur auditor? Unë nga dhjetori vitit 99 kam qenë në Shërbimin Civil të Kosovës, nuk kam qenë kandidat asnjëherë asnjë partie politike, qoftë në lista për zgjedhje, qoftë i struktura politike. Besoj që vetë rezultati në Parlamentin e Kosovës ka treguar që ka marrë shumicën absolute gjitha partive politike të prezantuara që ka qenë kuvend, dhe sa mund të jem antar një parti. Prezentura kanë qenë kryesisht PDK-ja dhe LDK-ja dhe minoritete. Lista sërsa me deputate vetë, 6+ të tjerë, thotë edhe... Domethënë ju nuk keni qenë në parti politike, po thoni nga 99-a, po para 99-s? As në LDK nuk keni qenë? Unë kam qenë aktivist i Forumit të Rinisë që nga ditët e para deri në çlirimin e Kosovës dhe konsideroj se ka qenë një lëvizje kombëtare për çlirim dhe nuk ka qenë një aktivitet politik. Dhe në vitin 99, ashtu siç ka qenë lëvizja çimtare, ashtu siç ka qenë pjesa e luftës, në vitin 99 kum kuptu se betejë ardhshme e Kosovës janë institucione të forta. Dhe kjo është arsyeja pse kam punuar si shërbëes civil në poste të larta për të forcuar institucionet, dhe kjo është motivi jam pse kam aplikuar që të jem auditor i përgjithshëm, që të ndihmoj ne. Dhe kjo është betejë e mëshme. Zoti Osmani, faleminderit shumë. Faleminderit.